Shikues të Ora News dhe të emisionit Ora Juaj, mirëmëngjes, do të jemi së bashku edhe ditën e sotme, ashtu sikur se ishim bashkë edhe dje. Me kismet të jemi mirë nesër, ne do të jemi së bashku me titujt kryesor në webin e Ora News, por ashtu do të jemi të gatshëm të mirëpresim telefonatat tuaja në pjesën e 2, të 3 dhe të 4 të emisionit Ora Juaj. Mirë, pa humbur kohë, ne i hedhim një sy pikërisht zhvillimeve në 24 orët e fundit përsa i përket zhvillimeve të politikës, të kronikës, të rajonit, të zhvillimeve ndërkombëtare, sportit, kulturës, e të tjera zhvillime të ekonomisë, e të tjera zhvillime që i kemi në webin e Ora News në rubrikat rrugëkatëse. Pa humbur kohë, do të ecim njëherë me të parat. Shkojmë pa humbur kohë në rubrikën nga vendi, të dhënat e Albanias dhe të Akshit, eksperti IT-s, çfarë pritet të dalë nga hetimet e SPAK. Makina bllokohet në Dogan për kontraband, qytetari i pafajshëm paguan taksa e gjobë. Është një pyetje që ngre gazetaria Ndreu, a e meritojmë hyrje në Bashkimin Evropian me standardet që ofrojmë? Ndreu deklaron, mazhoranca nuk duket e lumtur për detyrimet. Eci mëtej, po në intervistat të dhënë pikërisht në emisionin në Ora News, bilanci 2025, Kia deklaron Shqipëria avancon drejt Bashkimit Evropian, Brukseli ofron mbështetje pa procedurë. Eci mëtej, po për sa i përket bilancit të vitit 2025, tema e emisionit, Çipa deklaron në rrjedhën e kohës Shqipëria lë shenjë që duhet të kujtohen dhe harrohen. Ndërsa gazetaria Hysa ka deklaruar zgjedhjet e vitit të 2025, një test që Shqipëria nuk e kaloi. Aksident në Sukth, përplasen 2 makina, njëra prej tyre përfundon në një lokal 3 të lënduar. 4.000 ton mish të dhënë dhe 9.3 milion euro të pa deklaruara, subjekti tregtar i referohet prokurorisë së Tiranës. Po më arrestojnë. Mbyllet me vendim mos fillimi dosja e rrëmbimit të zëvendës drejtuesit të Akshit. Xhafaj vitin e ardhshëm më shumë projekte për rindërtimin social të pasurive të konfiskuara. Ecim mëtej. Po në rubrikën nga vendi, foto, zbardhet biseda sekrete mes Ergyz Agasit dhe Mirlinda Karçanajt. Për më tepër informacione mund të klikoni në webin oranews.tv, në brendësi të saj në rubrikën nga vendi dhe pikërisht titullin që unë sapo lexova për të marrë më tepër detaje nga ky artikull. Ecim mëtej. Çështja Balluku. Reagon gjykata kushtetuese, ja procedurat që do ndiqen. Vlora 4 ditë pa ujë, mbërrin në Rinas pajisjet nga Turqia. Shpresojmë që të ketë marrë fund problemi i ujit të pishëm në qytetin e Vlorës. Mbetohen 450 ushtarë të rinj, presidenti deklaron paqja dhe siguria, vlerat që duhen mbrojtur çdo ditë. Shpërthimi fatal në qytetin e Shkodrës, 67 vjeçari Hysni Ymeri dhe historia e gjakmarrjes me fisin Çekoria. Mashtrimi në Tiranë, 21 vjeçaria nën hetim. Ecim mëtej, po në rubrikën nga vendi, e rënd në Tiranë, 51 vjeçaria përfundon në spital, ja çfarë dyshohet.
Foto cisterna e gazit përfshihet nga flakët në aksin Peqin Elbasan, bllokohet përkohësisht qarkullimi. Akuzohet për vrasjen e ish efektivit Santiago Malko, shtyhet gjyqi ndaj Leonard Dukës. Ecim edhe pak po në rubrikën nga vendi. Aksident në aksin rrugor Korçër-Sek, 2 persona përfundojnë në spital. Kujdesi në ditët e festave, eksperti i sigurisë rrugore Hoxha deklaron në një intervistë për Ora News, duhet më shumë vëmendje dhe statistika më të sakta. Amnistia për të burgosurit në vitin 2025 vonohet, drafti ende nuk është gati. Rokad në policinë e shtetit. Proda shkarkon drejtuesin në Lezhë, Dibër dhe Kamës për performancë të dobët e emrat e drejtuesve të rinj. Kush ka interes mund të klikojë sërish në webin e oranews.tv në rubrikën nga vendi për të marrë vesh se me kë janë zëvendësuar drejtuesit të Lezhës, Dibrës dhe të Kamës. Shtyhet gjyqi për vrasjen e ish efektivit Santiago Malko, e lexuam edhe më lart këtë artikull, ndërkohë që ecim edhe pak po në rubrikën nga vendi. Atentat me plan apo aksident. Shpërthimi vret 67 vjeçarin në qytetin e Shkodrës, i vëllai i dënuar për vrasje 20 vite më parë. Kush ka interes, kemi edhe parashikimin e motit, emrat. Ekstradohet nga Spanja 42 vjeçari, njeriu i dorëzohet autoriteteve gjermane. Është një lajm që ne lexuam. Një tjetër fotolajm përfshihet nga flakët autoboti me gaz në aksin Elbasan Peqin. Ishin këto ndërkohë titujt në rubrikën nga vendi, ndërkohë që më të lexuarit nëse shikoni anash webit Ora News është rokadë në policinë e shtetit, lajmi që ne lexuam dhe emrat për sa i përket të drejtuesve që janë shkarkuar në Lezhë, Dibër, Kamës për performancë të dobët. I dyti më të lexuarit, Ergy Sagasi, personazhi që po shëm sistemin Hoxha, te kaloi mafjen, te ndere tani po ulërin, po i ofrojmë drejtësisë një shërbim të jashtëzakonshëm. Një tjetër artikull ka të bëj nga Gossip, foto Grida Duba ndahet nga Ervin Salani, moderatorja është duk nga rrjetet sociale. Mirë, ishin këto titujt kryesor në rubrikën nga vendi, por pse jo i hodhëm edhe një sy edhe artikujve më të lexuar në webin e Ora News. Ecim në rubrikën nga politika. Do ndodhë si në Maqedoni, Gjokuta i deklaron Shtetet e Bashkuara të Amerikës së nuk fal kur cënohet siguria kombëtare e tyre. Meta zgjedhjet në Kosovë, triumfi i votës së lirë dhe shembulli i demokracisë në rritje. Ka këtë artikull së bashku me një foto me Albin Kurtin, ish presidenti Meta, ndërkohë që ecim në një deklarat intervistë të dhënë në Ora News, Mërtiri, Shqipëria larg standardeve zgjedhore të Kosovës. Kemi shumë për të mësuar. Daniel Shima u rrëmbye një javë pas Geron Meçes, Berisha deklaron, Altin Troplini ja degdisi dosjen te Prokuroria e Tiranës. Ecim por në rubrikën nga politika, foltorja përpara kryeministrisë, Berisha ka deklaruar ditën e djeshme, ky shesh do të na sjellë lirin. Ecim po me një deklarat tjetër të kreut të Partisë Demokratike zotit Berisha, i cili ka deklaruar protesta e vetmja rrugë. Në janar, zbresim në shesh, Rama të rriqet, opozita duhet të ridimensionohet.
Ndërkohë një tjetër deklaratë nga vjen nga ish presidenti Ilir Meta, më janë shkelur të drejtat në burg. Video Blushi deklaron vera 33.000 euro shishja, Vlora pa ujë. Esim edhe pak në rubrikën politik. Një tjetër deklarat na vjen në intervistë me gazetaren Anila Zverej e avokatit Vishaj. Falja bëhet nga presidenti, ndërsa amnistia jepet nga kuvendi. Ky është dallimi principal. Ka bërë deklarata avokati për sa i përket faljeve të të dënuarve. Ecim me një tjetër deklaratë nga kreu i Partisë Demokratike zoti Berisha. Të dhënat e sigurisë kombëtare kanë kaluar në duart e bandave dhe armiqve të Shqipërisë dhe NATO-s. Berisha për revoltën e qytetarëve të Vlorës përpara bashkisë ka deklaruar se përshëndet këtë protestë dinjitoze dhe qytetare. Xhixho deklaron pas 12 vitesh premtime bosh për ujë 24 orë. Shqiptarët ende presin. Dokumenti. Grupi i Partisë Demokratike kërkon sërish mbledhjen e Këshillit për Imunitetin. Lëvizja vetëvendosje kryeson në Kosovë dhe është forca e parë në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Kryeministri Edi Rama uron Albin Kurtin për zgjedhjet. Mirë, ishin edhe këto disa nga titujt kryesor në webin e Ora News në rubrikën politik. Ndalemi tashmë në rubrikën rajon. Janë mediat ndërkombëtare në fakt që i kanë kushtuar vëmendje fitores së Albin Kurtit dhe zgjedhjeve të mbajtura ditën e diel në Kosovë. Kështu që në rubrikën nga rajon kemi artikullin e parë që na vjen pikërisht nga The Guardian, fitori i Albin Kurtit për t'i dhënë fund gërçit politik. Gërç politik në fakt që prej 9 shkurtit të këtij viti e deri në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Eci mëtej, Vjosa Osmani, presidenti e Kosovës për RL, synon edhe një mandat si presidente. Jemi po me zgjedhjet në Kosovë, fitoria spektakolare e Albin Kurtit, Shala deklaron, ishte e pritshme, por jo në këto shifra. Ndërkohë, po për fitoren spektakolare të Albin Kurtit, kemi një tjetër deklarat nga Gjocaj, rifreskimi i listës me emra të rinj, ndikoj. Flet këtu për listën e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, pra. Ndërkohë që aktualisht janë duke u numëruar votat për deputet. Vleshje midis shqiptarëve dhe maqedonësve. Policia italiane arreston 11 persona në kërkim një i mitur. Greqi, motor e vëlla gjenden pa shenja jete në shtëpinë e tyre. Edhe rrjeti mediatik BBC i ka kushtuar vëmendje zhvillimeve dhe zgjedhjeve të mbajtura në Kosovë, ku shkruan se Partia e Qeverisë e Kosovës fiton zgjedhjet pas muajsh bllokim politik. Ish kryeprokurori i Kosovës, Aleksandër Lumezi, nuk pranon propozimin për të bërë zëvendës prokurori i shtetit. Ministri Aspiro Pali uron Albin Kurtin për fitoren e zgjedhjeve të përgjithshme. Shqipëria dhe Kosova ecin së bashku krah për krah në rrugën europiane. Uroj dhe besoj që kjo vot të shndrohet në përgjegjësi institucionale. Presidenti Bajram Begaj uron Albin Kurtin për fitoren e zgjedhjeve në Kosovë. Ecim edhe pak për të parë se ç'ka mëtej në rubrikën rajon në webin oranews.tv.
Lëvizja vetëvendosje fiton bindshëm, Ramabaja deklaron në një intervistë për Ora News, vetëvendosja në fakt kryeson me 49.3%, qeveria pritet të krijohet që ditët e para të muajit janar të 2026-s. LDK-ja përdori flamurin e UÇK-s si gjethe fiku, një tjetër deklarat kjo e Ramabajes, po në intervistën e Ora News, ja arsyet pse ra opozita në Kosovë. Ndërkohë që kemi një analizë, nëse doni ta lexoni dhe t'i kushtoni vëmendje po zgjedhjeve në Kosovë, se si erdhi pra vetëvendosja deri tek fitoria spektakolare. Kemi edhe në brendësi, po në rubrikën nga rajoni, të tjera zhvillime që na vijnë nga Kosova. Albin Kurti shpall fitoren, fest në zyrat e lëvizjes vetëvendosje, ndërkohë që në këto momente ne shkojmë në rubrikën nga bota dhe do të ndalemi këtu pikërisht në zhvillimet ndërkombëtare. Një deklaratë vjen nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili thotë se pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të fitojmë, nuk i besojmë Putinit. Dy muaj pas zgjedhjeve, parlamenti irakan zgjedh presidentin. Trump pritet të i kalojë Netanyahun nisja e rindërtimit të Gazës në plan të afërt. Sulmet në rezidencën e Putin, Trump ka deklaruar u zemrova shumë kur u informova. Eci më tej po me zhvillimet ndërkombëtare. I dënuar për konflikt me armë në Luksemburg, shqiptari dyshohet si i përfshirë në trafikimin e 475 kg lëndë narkotike. Zbulohet shtëpia e barit, arrestohet shqiptari 37 vjeçar në Spanjë. Mirë, kemi edhe një tjetër artikull për sa i përket aksidenteve, shoqëruar edhe me pamje, ngatroi frenat me gazin gjatë parkimit, shoferja përplas pas murit qytetarin. Zjarri fatal ditën e Krishtlindjeve humbi jetën nëna dhe 2 fëmijët e saj. Orteku godet skiatorët, 3 persona humbin jetën. Një tjetër artikull po në brendësi të rubrikës Bota, gjatë vitit 2025, mbi 3.000 emigrantë humbën jetën për të arritur në Spanjë. Si bika, Rusia po kërkon justifikime për të nisur sulme të reja. U sulmua nga një peshkaqen, gjendet trupi i pajet i atletes amerikane. Trafikoi lëndë narkotike nga Tajlanda, jasa vite burg rrezikon shqiptarin në Belgjik. Bisedime mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, Ushakov deklaron Putin i tha Trump se pozicioni negociues do të rishikohej. Shtetet e Bashkuara të Amerikës premton $2 miliard ndihmë humanitare për OKB-n mes rënies globale të fondeve. Ndërkohë që kemi edhe një analizë, një artikull nga redaktori i rrjetit mediatik BBC, asnjë vit luft nuk i ngjan vitit 2025. India në pushtetin e ndotjes, 10 qytete të mëdha po bëhen të pabanueshme.
Rusia kundër 20 pikat e Zelenskit për t'i dhënë fund luftës, çfarë parashikon plani? Kremlini pajtohet me Trump, bisedime për paqen në Ukrainë janë në fazën përfundimtare. Mirë ishin këto disa prej artikujve kryesor në rubrikën nga bota. Ne shkojmë tashmë në rubrikën ekonomi për të parë artikujt kryesor në këtë rubrikë. €90 milion nga Kosova. Investimet e huaja direkt në ekonominë kapin vlerën e 449 milion. Kemi një tjetër artikull. Dekreti i ligjit për rivlerësimin e pronës pranë, Area deklaron ka lënë në pritje 500.000 familje për pronat e tyre. Ndryshojnë vendodhjet e disa zyrave të identitet në Tiranë, është një tjetër artikull. Fundi pa lavdi, Turkish Airlines poston Air Albanian do fillojnë fluturimet me Tiranën. Rritje pa themele, bujqësia dhe industria në rënje, ekonomia mbahet nga sektor të brisht. Media izraelite rekomandon Shqipërinë për pushime autentike kundrejt destinacioneve tradicionale. Dhe një tjetër artikull që na vjen po në rubrikën nga ekonomia, se çfarë po ndodh me monedat e huaja, jame sa blihet dhe shitet dollari përpashtu edhe euro. Mirë ishin këto artikujt kryesor në rubrikën nga ekonomi. I hedhim një sy edhe rubrikës kultur, se çfarë ka në brendësi të saj. Në fakt është një artikull i parë në këtë rubrikë që ne sapo e lexuam, pra që mediat izraelite rekomandojnë Shqipëria si vendi për pushime autentike kundrejt destinacioneve tradicionale, ndërkohë që ecim më tej. Komedia romantike periferike. Perfekte. When Harry Met Sally, filmi që ndryshoi mënyrën si flasim për dashurinë. Historia e panjohur e hotelit të famshëm. Spionlloku i fundit të Volga është filmimi i shkuljes së bustit të Enver Hoxhës, që u bë shkak edhe për arrestimin. Për më tepër lexoni në brendësi të këtij artikulli. Varësia nga ekranet të zvogëlon kapacitetet mendore të fëmijëve dhe të rinjve. Ecim më tej. Edhe pak po në rubrikën kultur. Mbi 800 vepra në fondin e Galerisë së Arteve në qytetin e Shkodrës. Viti 2026, viti i superfilmave, nga Odisea tek Djalli vishet me Prada 2, filmat që priten pikërisht në 2026. Historia frymëzuese e 37 vjeçares në Laç, nga 3 betejë me kancer tek artizanati. Mirë, ishin këto edhe
disa prej artikujve kryesor në rubrikën kulturë, të shohim se çfarë ka nga sporti, të paktën disa artikuj kryesor. Ernest Muçi tërbon thonjza Galatasarajin. Arsenal, nëse keni interes, mund ta lexoni artikullin në rubrikën sportive, pikërisht në webin e Ora News. Botërori thyen çdo rekord, Infantino deklaron 150 milion kërkesa dhe të ardhura historike. E ardhmja e Tomorit e Milanin në pikpyetje, ja pozicioni i agjentëve. Dëmtimi i Leaos mbetet për të vlerësuar, nuk ka gjansa të bashkohet shpejt Milanit. Ishin këto artikujt kryesor. Ishin në fakt këto artikujt kryesor edhe në rubrikën sportive, derisa kemi ardhur pikërisht në momentin e hapësirës publicitare. Mirë, pas hapësirës publicitare, ne jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Ora Juaj. Jemi gati për të mirëpritur telefonatat tuaja në dy numrat e telefonit që keni në ekranin e Ora News, në 068 60 54 639, është njëri prej numrave të telefonit, dhe në 068 99 00008. Mos harroni, keni edhe Instagramin privat të Klodi Karajt, ku mund të shkruani aty nëse keni diçka për cilën nuk doni ta bëni publike, por që ndoshta kolegu Klodi Karaj ju ndihmon në zgjedhjen e problemit tuaj. Mirë, presim telefonatat, ashtu sikur se e thash, në dy numrat e telefonit. Jemi më 30 dhjetor, nuk e di nëse jeni përgatitur apo jo për natën e ndrimit të viteve. I keni bërë edhe pazaret e fundit për të blerjeve, apo i keni lënë ashtu sikur se ne kemi pak zakon, i lëm çdo gjë për në momentin e fundit, pra për nesër. Nëse shikon tregjet nesër, i ketë të mbushura me qytetarë të cilët dynden për të blerë diku atje, për të plotësuar edhe ato që kanë mbetur në tavolinën e natës së ndërrimit të viteve. Mirëmëngjesi telefonata. Nuk e kemi ende një telefonat, mos harroni telefononi pra në 068 60 54 639 dhe 068 99 0008. Janë dy numrat e telefonit ku ju mund të telefononi, ndoshta për të ndarë një problem që keni, ndoshta për të pyetur për diçka të cilën ne mund t'ja u sugjerojmë, ndoshta edhe për të bërë një urim, e qenë se jemi në ditën e parafundit të këtij viti. Dhe pse jo, se mos të bëjmë ndoshta edhe një lloj bilanci se si ka qenë 2025 dhe çfarë prisni nga 2026. Çfarë prisni djetë, mirëqenie, jetë, shëndet. Gjithsesi, mirë, presim telefonatat tuaja. Mos hezitoni të telefononi në dy numrat e telefonit që kemi në ekran. E di që në fakt sot edhe nesër mund të jetë pak e vështirë, sepse gjithsecili, ashtu sikur se e thash, ka atë turra vrapin e tij për të bërë edhe përgatitjet e fundit. Përgjithsesi është e njëjtë edhe data 1 janar, nuk do ndryshojë ndonjë gjë. Edhe pasi të keni darkuar në 31 dhjetor. Nuk e di nëse kemi një telefonat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Jam nga Burreli. Së bëjt mirë e gëzuar festën. Gëzuar edhe juve.
Tash di një ka. Më thoni. Unë jam me përkraje Po. dhe kom 2 invalida mrena, nuk ne kanë dhënë poet për vit të ri. Si do ta kalim këtë vit të ri? Nuk e keni marrë akoma? Por jo, nuk i kemi marrë. A zorë vesh ka data 10 a 15 janar. Qa do ham në për vit të ri? A keni pyetur tek zyrat se mos ndoshta ka Pyetje dalë. bonga, si vesh mas feste. Edhe një herë të lutem? Kemi thënë nga bonga, Po. kemi shku ke posta, Po. ke hepen Po. të lekët e ke bonga, Mhm. nuk i ka sjell shteti. Nuk i ka sjell shteti. Po, tash ti për zotën bila nuk e kemi mrena. E kuptoj. Po A kupto? E kuptoj. Ju kuptoj shumë Po, drejt. për zotën marë në halsimi nuk ka. Asë një udhej, sigurie nuk e kemi me këtë shtetë nëse jemi patarna dhe i valitat. E kuptoj. Ja do pyesim edhe ndoshta e sjellin sot, ndoshta edhe nesër deri nga dreka dhe që edhe ju të mund ta. Po mirë, faleminderit. Faleminderit, ju uroj gëzuar. Vitë Da mbar. në kyqet për si i pas zotës se jemi shumë kesh. Të falenderoj shumë që telefonuat. Se i kanë morë, këtë ato sen me rrë kanë morë. Keni shumë të drejtë. Ato sen bashki kanë morë, ato sen shtetë kanë morë, vesh invalidat dhe përkraja. Besoj që do e shpërndajnë sepse nuk ka Hajde, kuptim kjo gjithsesi ju uroj gëzuar. Mirë, presim një tjetër telefonat, ka zotëria përsa i përket shpërblimit të fundvitit. Nuk kam rritur ende në problem, nuk është shpërndar, mirëmëngjesi. Unë ta ulni zërin e televizorit që të më dëgjoni nga telefoni. Ale me mëgjesi. Mirëmëngjes. Ma në fjeri duhet të kam për të bëjë një pyetje. Mami me jeton në Greqi dhe ka këto shpërblime. Deri sa muaj miren këto, shtëriqe. Edhe një herë të lutem, mami joa jeton në Greqi. Po, e ka pensionin e me në Vlorë. Shpërblimi që ka hedhur për fund vitit deri në sa muaj janë. Pensionin e merr në Vlorë, është pensioniste mami? Po, pensioniste, 70 vjetë. Po, edhe si është problemi tani? Shpërblimin deri në sa muaj janë të shpërblimet të tërheqin? A, mund ta tërheqni edhe në janar, nuk ka problem. Po sa muaj janë, se më shumë? Sa muaj janë shpërblim? Po, deri në sa muaj jepet, dhe në mars apo? Po. Nuk ka problem, mund ta tërhiqni edhe pas vitit. Po, shumë faleminderit. Ju uroj Po, gëzuar. kam në dyre burrë, kam invalid këto shpërblime, nuk u japin dyre invalidve? Po, u miratua para një jave, në mos gabojnë në 22 dhjetor. S'na i dhanë, ata morën pensionin dhe s'na i dhanë. Po pra, po tani është miratuar, edhe për invalidet. U përfshie edhe kategoria invalidëve, duhet të shikoni Faleminderit, një vit i mbarë. Kështu që u miratua në mos gabojnë në 22 dhjetor, kështu që mund të pyesni, mund të interesoheni dhe mund të tërhiqni edhe për kërkishit personin. Ju uroj gëzuar. Gëzuar edhe ju në të pasën. Vitë mbar. Mirë presim të tjera telefonata, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zonjë. Unë flas nga Saranda. O Saranda, mirëmëngjes. Edhe në Sarandë nuk kanë të shpërblimet e fund vitit, nuk na kanë dhënë. Akoma s'kemi marrë dhe muaj dhjetor, ato që kemi për të marrë. Atëherë shpërblimet e fund vitit për pensionistët apo? Të invaliditetit. Po pra, se ato të invaliditetit u miratuan në 22 dhjetor. Kur? Në para një jave. Jo, këtu kene në Sarandë nuk kanë dalë, nuk janë shpërdar. Nuk janë shpërndar ende, nuk ka marrë asnjë në rrethin shoqëror që ju njihni? Jo, asnjë. E qartë. Po mirë, do fillojnë të shpërndahet durim edhe pak ditë, të shohim ndoshta nga fillimi i janarit. E di që ju e keni të ngutshme, por që po mirë, jemi me fëmijë të vegjël, sa të gëzojnë këta për vit të ri, por se nuk është problem për neve të mëdhenj. E di, ju kuptoj, por që ç'të themi unë më shumë.
E kanë shpërndarë dhe ushqime bashkia dhe kanë morë kush ka desh, nuk e kanë shpërndarë atyre që është për të dhënë, kanë morë kush ka desh. Ka shpërndar bashkia për invalidët? Po. E u ka dhënë kujt kanë desh ato, nuk kanë dhënë atyre që është për të dhënë. E qartë. Gëzuar zonë, gëzuar. Gëzuar dhe juve, faleminderit. Vitë mbar. Shëndet. Mirë presim një tjetër telefonant në këto momente, mund të telefononi ashtu sikurse e thash në 2 numrat e telefonit që janë në ekranin tuaj. Numri i parë i telefonit në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Janë këto pra 2 numrat e telefonit ku ju mund të telefononi. Sigurisht që ne jemi këtu për të mirëpritur pyetjet, diskutimin që ju do doni të ndani në Ora News, në emisionin Ora Juaj. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po? Nga Durrësi u shqetësojmë. Mirëmëngjes Durrësi, zona bregdetare që ka aktive sot. Po. Ju uroj gëzuar dhe ne vitin mbar dhe lumë ato prindër që kanë rritur një zonja po zonjush nuk e di çfarë status i ke. Faleminderit. Jem mrekullueshme. Faleminderit shumë. Edhe Dipra ka rritur brez pas brezi, kanë nxjerr njerëz inteligjent, jo njerëz. Tashi. Më thoni. Nuk kam diçka me këtë qeverinë. Si ka mundësi si Sovjet turp që kanë vjedhur, që na quajnë budallë, që na quajnë dele, si s'u marrëmendjet njësimin e. Po si Sovjet turp më, kanë vjedh miliarda, gjakun ton, dirsën ton, brez pas brezi, edhe dalën për televizore, edhe paguajnë ca ignorant, ca analistat të vetë shpallur, edhe atë tregojnë pralla. Po çaj mine, s'u marrëmendja time. Jemi bakti? Si Sovjet turp, si këto duhet hikin natën, ma. Me këtë turp që kanë bërë këto duhet hikin natën. Po, jo mëse mund të ikin dhe ditën, por problemi është që... Ore ka 12 vjet, ore qofë 10 lek të vjetra, shpërblim në fund vitit si qeverisë na ka dhënë. Ditë e festave nuk na i paguajnë. Rrogën do ta kemi 600.000 lek bazën dhe kemi 497. E kupton? Ku janë? Udhëzimi i ministrit Bashkë është i zi e zezë në bitbarë, thotë. Çdo punonjës i shërbimit privat sigurisë fizike. Paga bazë do të jetë 50% mbi pagën bazë që sot që është 400.000 lekë. E kupton? Pse s'zbatohet? Ku është institucionet? Ku janë drejtoritë e policisë në përgjigje si kontrollojnë subjektet private? Ku janë inspektorati i punës? Apo flen gjumë? Apo shkojnë morën nga 100.000 lekë, 200.000 lekë në drekë, të hanë një drekë si zorrazhi, edhe shkojnë të shtëpia, pa pikën e turpit. Keni të drejtë në gjitha ato që ju thoni. Por problemi nuk qëndron se do japun mendimin tim apo opinionin tim, problemi qëndron jo, në përmet mjetës tuaj duhet të bëjnë publike këto maskarallishe që i bën këto. Edhe ne ju dëgjuam me shumë kënaqësi. Jemi përmbytur di herë, me 29 janar dhe me 11 shtator. Me datë 23 tani 10 orë është miratuar fondi për dhe akoma nuk na kanë kaluar në llogarinë bankare lekët. Një përqindje shumë e vogël, në krahasim me dëmin që na shkaktuar. Në qartë. Po çfarë ju kanë thënë? Çfarë ju kanë? Na kanë thënë të duam do ta ndajmë me këste, na kanë ndarë me këste. Ja u kanë ndarë. Vlerësimi është bërë nga 250 familje që kanë qenë, janë bërë 780 familje sepse ishte 11 maj ishin zgjedhjet, e kupton? Edhe futën emra kot na sikoti. Ata futën emra për lista. E qartë. Sa psonë. Unë ju falenderoj zotre, ju falenderoj dhe ju uroj gjithë mirat në vitin mbar me çfarë kesh për zemër. Faleminderit shumë. Gjithë mirat. Vitë mbar qoftë. Gëzuar në fakt për të gjithë qytetarët shqiptar dhe jo vetëm, qoftë viti 2026 i mbar ashtu sikurse ja u do zemra. Mirë presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urime për emisionin. Ju falenderoj shumë. Është një emision në fakt që e bën Klodi Karaj. Kam marrë edhe më parë. Kam folur me zotin Klodi. Po.
Jam një zona komuna Shes, bashkia Peqit, e Peqit Elbasan. Po. E kam babajin invalid pune, është i datindjes i 1945. Po. Ishte aksidentuar në vitin 1975. Po. I ka ndërprer kempin, invaliditetin. Ka shku ke drejtorin Peqin, ai ka thënë që do t'i marrësh. Vazhdoi 8 muaj ky muhabet, nuk u zgjidh. U detyru babi shkopi në Elbasan. Ma ditë që shkon babi në Elbasan, e thot sot vetë thot për punën tate. Si e mashtrovi ky drejtor babin tim? Pra Që t'i presi invaliditetin, që është invalidi për hershëm. Si është e mundur? Atëherë ju e bët ankesën pasi ju hoq kempi, apo jo? Shkovi ke drejtori i tha që do t'i marrësh. E mashtrovi 8 muaj rresht. Pra, gojarisht, thoni ju, nuk keni bërë ankesë me shkrim që mua më është hequr kempi dhe rishikoni dokumentet, rishikoni ku dëgjon, të gjitha dokumentet. E keni bërë një ankesë me shkrim apo keni bërë vetëm një takim me drejtor? Ka bërë kërkesë, ka shku në Elbasan, ka bërë kërkesë dhe ka dërguar në Tiranë. Nuk e di se çfarë veprimesh mund ta shohë, po si e mashtrovi ky drejtori që e majti me rrena, i tha që do t'i marrësh kokën në kokër, mos u mërzit. Dhe ende nuk... Sa do njerëz janë këta që vinin në këto detyra, në këto punë. Si është e mundur që një drejtor të mashtrojë një invalid i moshës 80 vjeç? Po ç'të invalid punë ka kundër. edhe njerëz të tillë. Ndoshta janë dashur, për këtë vitin që i kam ndërprer, mund t'i marrë? Atëherë, si rregull është, nga momenti i ndërprerjes së kempit, duhet të bëni... Fal. Po. Duhet të bëni aplikim nga e para. Po. Pra, kur të bëhet një vit nga data që ju është hequr kempi. Dhe më pas rishikohet dokumentacioni që ju keni bërë riaplikimin nga e para dhe futeni në llogarinë e kempit sërish, ose si e shikojnë institucionet, se po marr rastin që futeni. Po. E kuptoni? Në fjalë, pra që do të mund futen, mund dhe mos futen. Ky vit që ka kalu. Duhet të bëni kërkesë nga e para. Po. Për të marrë të drejtën e kempit. Po. Por duhet të ketë kaluar një vit nga data që ju është hequr. Pra kur ju është hequr kempi. Tani, janare mush vitin ai. Që ja kanë ndërprer. Shumë mirë, mund të bëni kërkesën nga e para. Po. E kuptoni? Ordo? E kuptuat? Po, e kuptum. Shumë faleminderit, punë të marrë, i viti marrë, në qofta i matë kjetë, këj viti që iko. Ju falenderoj edhe unë, ju uroj gëzuar. Mirë, unë përpara se të mirëpres telefonatën tuaj, në fakt dua të ndalem tek një këshill ose tek një sugjerim që do doja t'ju jepja, pikërisht nga Fondi Sigal. Në prag të vitit të ri dua t'ju sugjeroj një investim të mençur për veten tuaj, kështu që në Sigal Unica Invest Fondi Pensioneve besoj se çdo vendim i marr ditën e sotme, çdo vendim që ju mund të merrni nga momenti në moment, do të ndërtoni qetësinë e madhe për nesër, për të ardhmen tuaj. Kështu nëse kontriboni çdo herë 10, 20, 30 apo edhe 100 euro është një dhuratë që ju ja bëni vetëm vetes tuaj për të ardhmen tuaj. Një premtim që nesër do jetë për ju pra më i sigurt dhe do jeni më të pavarur për atë se çfarë ju pret nesër. Niseni vitin 2026 duke kujdesur pak më shumë për veten tuaj dhe për të ardhmen tuaj. Siguroni pak nga pak tek Fondi Sigal. Mirë, presim një tjetër telefonat në këto momente. Nuk e di se kam gati. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mund ta ulni zërin e televizorit sepse keni ngritur shumë dhe më dëgjoni nga telefoni, ju lutem. Po. Mirëmëngjes. Do të merja për një përshëndetje. Jeni shumë mirë, jeni shumë e sjellshme. Faleminderit.
Gëzuar për shumë vjet. Gëzuar ju urojmë edhe neve, inshallah viti 2026 qoftë ashtu sikurse ju ja u do zemra. Faleminderit shumë, ju uroj gëzuar. Gëzuar të gjithë qytetarëve të Elbasanit. Qoftë një vit i mbar për ju, edhe për të gjithë qytetarët e tjerë në të gjithë Shqipërinë. Faleminderit. Mirë presim një tjetër telefonat në këto momente, nuk e di nëse e kemi gati apo jo. Mirëmëngjesi. Telefonata mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Jam një zonjë. Alo. Ju dëgjoj, flisni. Jam një zonjë, kam bërë shtëpit në Malijaj, edhe nuk kam bërë legalizimin, nuk kisha mundësi, nuk kisha atëherë kur u dënë gjithë legalizimet. Nuk di se si do të veprohet me këtë shtëpi tani. A është hapur në një platformë? Është pak e vështirë. Është pak e vështirë që është e vërteta. Nuk di t'ju jap një përgjigje se si duhet veproni, por kur e keni ndërtuar shtëpinë? Kurdo? Kur e keni ndërtuar shtëpinë? Në 95-94. Pse nuk i futët për legalizim? Ishte më e lehtë para. Kurdo? Pse nuk i keni futur dokumentet për legalizim? Po nuk kisha mundësi atëherë. Do më jepni një numër telefoni, ta mbaj shënim nëse 068 po 81 87 po 616. Nga Tepelena? Po. Qarku Gjirokastër, po. Po, s'ka problem. Sepse më thonë që provo me Albanian, kam provuar, por nuk del asnjë gjë dhe nuk marr vesh, nuk di. E qartë, ja do ja kaloj Klodit këtë numrin edhe ndoshta ju ndihmon. Shumë faleminderit, zoti ju betoj. Edhe ardh një vit i mbar për gjithë shqiptarët edhe për ju gjithashtu, jeni një staf i mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Ju uroj gëzuar, vit të mbar edhe nga ana ime dhe nga ana e stafit të Ora News. Mirëmëngjesi, telefonata e fundit për këtë pjesë të dytë të emisionit Ora Juaj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Uleni pak zërin. Jam një qytetar nga Vlora. Po, Vlora, uleni pak zërin e televizorit. Më dëgjoj. Uleni zërin e televizorit sepse nuk arrim dot të komunikojmë kështu. Po, jam i valid. Po. Edhe ka punuar 2 vjet në një firmë te Qemal Dedja. Edhe më gënjeu, më tha që do të marr me asiguracione, edhe kur u sëmura u që operova nga zemra, nuk më i kishe edhe asiguracionet. Unë tani jam në mos pensioni. Edhe si më dojgjën asiguracionet të tëra ato. Sa vite punuat? Urdo? Sa vite punuat aty? 2 vjet. 2 vite, po. Edhe më doj asiguracioni, s'kish i paguar. Me një që ka i atje ekonomiste. Po. Si do ve hallim tani? Unë po marr pension, fillova pensioni, kam një muaj, 127.000 lekë ka zë pensioni. Me sa vite punë? 18 vjet punë. Që në kohën e Enverit, s'kam këtë ja. E qartë. Kjo është e keqja, kur shkoni në një vend pune për ju, por pashtu ju tashmë jeni djegur nga ato sigurime, por gjithsesi plotësoni dokumentet, është shumë e thjeshtë, dokumentet, kartën e identitetit. Dhe siguroni që ju jeni me sigurime apo nuk jeni me sigurime. Mua mi do një sigur këto 2 vjet. Tani nuk e çfarë i bën. Ai në do i paguan sigurimet, në do si paguan. Po qeveria të marr masa për këtë lloj njerëzish. Po të marrë masa qeveria, po është qeveria. Që punojnë kështu. Patjetër që le të marrë masa, patjetër. U bë Qemal Dedja në Vlorë, sikur është heroi i Vlorës. Unë ka të qërëse, po në merë në qatë.
Kur morët në telefon mendova se kishit probleme me ujin dhe doja t'ju pyesja, por pas keni një tjetër. Jo, mua akoma s'm ka ardhur uji. Ja, ta them. Nuk ju ka ardhur uji? Akoma. Po ndoshta janë ende në proces sepse janë ende duke. Te rrugë Çipajve, te rrugë Çipajve ka 28. S'm ka ardhur uji akoma. Sa ditë kishit pa ujë? 4 ditë. 4 ditë sot. Veri mbushim vive boti këtu. Në qartë, ja. Le të shpresojmë që të marrë fund ditën e sotme në 30 dhjetor që ta kaloni qet natën e ndrimit të viteve. Edhe për gjatë ditëve të tjera sigurisht se jetë është e gjatë. Ju falenderoj edhe unë, ju uroj gëzuar. Edhe gëzuar për shumë jetë. Gëzuar vitë mbar. Mirë, ne pa humbur kohë do shkojmë në hapësirën publicitare përpara se të mirëpresim telefonatën e radhës. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e tretë të emisionit Ora Juaj. Pas hapësirës publicitare jemi gati të mirëpresim telefonatat tuaja në 2 numrat e telefonit që janë shfaqur në ekranin e Ora News. Mund të telefononi në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Janë këto 2 numrat e telefonit që ju mund të telefononi sigurisht në ekranin Ora News për të pyetur, për të treguar një problem që keni apo edhe për të përshëndetur. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Po, ju përshëndes edhe unë. Po uleni zërin e televizorit dhe më dëgjoni nga ana e telefonit. Po. Atëra. Uroj me gjithë shpirtë nga se kemi simpati për stafin tuaj, bara kollaj të gjithë një. Faleminderit shumë. Veçanërisht edhe Klodit, për të morë për një urim, bara kollaj, sa qeshë tona që të regoj gjithmonë. Edhe ne ju gjithë stafin dhe vazhdojmë në ato vitin tjetër. Faleminderit shumë, ju urojmë gëzuar dhe kalofshi bukur. T'ja kaloni gëzuar. Mirë. Është bukur kështu kur të urojmë gjithë stafin Ora News. E urojmë edhe ne. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, si kaluat? Ne kemi kaluar mirë. Juve si jeni? Ju uroj gëzuar vitin e ri në radhë pas. Jam një qytetar nga Picari Selenicës, i dhunuar. Po? Dhe kërkojmë na gjyqtarë dhe prokurorë që nuk gjykojnë dosjet, po vetëm është mbushur me gjyqtarë dhe prokurorë të korruptuar që marrin lekët nga persona që të dhunojnë. Inspektori vetë e takon të policia, nuk merr masa për të arrestuar. Unë kam qenë në 7 ditë i shtruar në spitalin rajonal të Vlorës, 2 muaj i dhunuar, edhe nuk punon. Kam qenë dje në protestën që ka ndodhur për ujin e pishme, kam takuar atë Elidon Çelën bashkë me zëvendës drejtorin Shpëtim Hasan Alia, që është i përfshirë në krime, siç e nxorën media që vrau atë 7 vjeçaren në Imam. Edhe kërkonim që kjo gjykatë e Vlorës ishte shkrirë, të kontrollohesh njëna i LDKP-ja që nuk ndërhyn inspektorët e lartë të bëjnë punën prokurorët siç e bëjnë, po vetëm do përfundojnë pas hekurave siç përfundoi Aurel Zarka. Dhe vetë marrin lek, nuk gjykojnë çështjes çfarë halli ka, çfarë problemi ka qytetari, nuk të zgjidhin, po vetëm i shikojnë kështu si letra, vetë ti e takon si person, i jep lekët ai, i fut ajo drejtuese prokurorisë në xhep edhe mbyll dosjen tash, pushon. Se je i dhunuar, unë jam i dhunuar, do shkoj për spital prapë për mjekimin siç është dhunuar. Zotria quhet nga fshati Armeni, bashkisë Selenicës Serion Hoda që ka dhunuar, më kërcënon në telefon, edhe nuk merr masa inspektori Muzafer Dervish. Do të kërkoja në anë e ministrisë të brendshme që ky inspektor Muzafer Dervishit ishte shkarkuar, se ky stacion nuk është parë në një mbledhje në anë e ministrisë. Po për çfarë arsye zotëri se ka qenë vetëm kur ka qenë drejtori Gledis Nano që ka bërë një mbledhje me stacionin e policisë Selenicës. Këtu s'është bërë asnjë mbledhje që të shkojshin se çfarë punojnë policia janë. I shikon vetëm në lokale, në orar pune. Nuk zgjidh problemet e qytetarëve, ky punojnë policie. Unë kam qenë në spital, ai bënte gjilpër me pajir, ky oficeri i policisë Gentian Xhuveli. Do të kërkoja në ana juaj ma se ndihmoni që
që i lirë prodat bëndet detyrën të shkarkonte këtë punojës policie. Le të shpresojmë që ka dëgjuar diçka nga kjo ankesë juaj dhe sigurisht që do ja çojmë Unë jam edhe i neve si dhunuar, kam mesazh. gati 2 muaj. Edhe për çfarë arsye se këtë nuk e kuptova asnjëherë? Për çfarë ju jeni? Më dëgjoni, lutem. Për çfarë ju jeni i kalon dhunuar? civil me makinën e policisë, që vetë bën punë. Mirë, ju falenderoj falenderoj për telefonat. telefonat. Gjoja sikur e shkarkuar. E merr telefon ai ka ikur thot. Ju faleminderit. Faleminderit, ju uroj gëzuar, vit të mbar. Mirë, mirëpresim telefonatën e radhës, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi zonjë. Mirëmëngjes. Po, më thoni. Në 2018-ën, burri im, se është i paralizuar nuk fletot dhe po flasim, 2018-ën është bërë një gjyq për ndarjen e tokave midis motrave dhe vëllezërve. Dhe u bë vendimi edhe këtu edhe në Vlorë, domethënë në Berat dhe në Vlorë. E solla treva faturën aty për bërë regjistrimin në Kuçov, në kadastrin e Kuçovës, ata nuk e bën regjistrimin. Edhe via ti i thoshja pse s'po m'del certifikata, ata thoshin që jo, duhet bëni edhe një gjyq, duhet hedhësh kadastrën në gjyq. Për cilën arsye pastaj? Arsye nuk është i rregull gjyqi. Vajta në gjyqit. Si? A doli vendimi i gjyqit? Po, dhe vendimi i Vlorës, dhe i Beratit dhe i Vlorës. Dhe si ishte vendimi? Vendimi ishte ndarja e tokës midis motra vëllezër, ishte shumë në rregull. Po, këtu sillni pengesë, vija sqaroshja aty se e çova vendimin e gjykatës. Edhe hartën në të gjitha dokumentat unë i çova aty që preva faturë. E kuptoj, po. Në bankë. Kur vajta për të kërkuar daljen e certifikatës, më thoshin që jo, duhet hedhësh kadastrën në gjyq, se gjyqi nuk është bërë i rregull. Domethënë sa budalliqet kota, nuk e di. Në qartë. Ja do interesohemi si qëndron. Si? Do interesohemi se si do e konsultoj edhe me Klodin, edhe ai ka më shumë akses në fakt në kadastër, kështu që ta konsultoj me Klodin dhe ndoshta nga mesi i janarit ju kthen edhe Klodi një përgjigje. Po, patjetër e kuptoj se është festë. Janë festat. Ju falenderoj dhe ju uroj gëzuar. Faleminderit. Gëzuar vit të mbar. Mirë, telefonata tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, ju dëgjoj. Mirëmëngjesi. Po. Mirëmëngjes. Flas nga Vlora. Po, Vlora. Keni ujë? Flas nga Vlora. Flas për flamujnë e Ismail Qemalit që jemi pa ujë, edhe nuk kanë turp, so vjen turp. Bëjnë edhe në Behar këtë punë. Kur nuk na vjen ujë në Vlorë, gjaku na vete në punë të këmbëve. Nuk kanë turp, s'kanë turp, s'kanë as turp as nder. Se të po të ishte kohën dhe Rogjës, e diku do verin ata, do vareshin në litarë. Jo të mbetësh 5 ditë, që këta shajnë në Rogjën, po të ishte në Rogjë, do të pinte gjakun në Shering, do të apinte. Dhe gjondi, po është turp faqizës, morë, dolëm bia atje dhe edhe hani mishe orise të shpije kulturës atje. E që nbezo atje të bënin koncert, kurse po ditë e për ujë atje. Se kjo Vlorën nuk e ka dashur asnjëherë mbaj mend unë, jam 6 vjeç, Vlorën nuk e ka dashur njëri, edhe s'ka për ta dashur njëri Vlonja. Edhe ne na vin vet na njëzit na Vlora. Jam që na lëm pa ujë. Ju japin votën e vin puna sot na lëm pa ujë. Që duhet ishin atje natë e ditë atje. Po jep një koncert atje në atë në shfaqje atje. Turp faqezës, turp. Edhe në Behar na i bëjnë kështu. E di si na thonë motra? Më thonë. Na japin plazhit, Se
se vinë turistat, kemi turistat tonë. Se kanë interes, se zënë para. Mbeten me 4-5 ditë në pa ujë, prap. Pa ujë në bardhe, 4-5 ditë prap pa ujë në. Po mirë, pse? Pa ujë edhe në bardhe. Na njërë japin a i pak, në pak fare ujë. Pa ndaj të jem unë. Vlorën e Ismail Qemali dhe shtur pak e zezë zonjë që të grën plamurin e Ismail Qemali ta. A si takora atjerit kur betesh pa ujë nuk lijet në përka. Nuk lijet në përka pa ujë. Po shtur pak e zezë. Vim puna ta kanë sujesurat ngrën në Ismail Qemali ta. Vene edhe të dëshmorët të dëshmorët në varëzat të dëshmorëve. Takojnë prindit atje, nuk kanë turp lën popullin e Vlorës, që Vlora është giganti Shqipërisë. Mirë, se kërkojnë ndjes. Giganti, njëzit më të mirë në Shqipëri lonjatët janë. Kërkojnë ndjes kryeministri, sepse me sa duket nuk e dinte që Vlora ishte në një problematik të tillë, ndaj që turp. Hajde shëndet dhe gjofra të mirën. Ju uroj gëzuar dhe shpresojmë që të mbarojnë punimet e vendosjes së tubit të ujit ditën e sotme dhe të gjitha zonat që kanë qenë pa ujë të pishëm në qytetin e Vlorës të mund të kenë ujin e pishëm në tubacionet e tyre. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urime për emisionin. E përshëndes para folqen. Faleminderit. Por desha të them që të lloj qeverie kemi ne. Deshmarrja e Enver Hoxhës si model krahasus. Ore, po ne kemi një qeveri që ta bëjë të popull që thotë rroftë Enver Hoxha. Tu bëhet politika e Enver Hoxhës Alam i modët. Tu nuk e ke idenë se çfarë bëhet në këtë vend. Po mirë, un kam. Tu për ditë kemi nga i skandal. Për ditë del një gjë e re. Edhe kur s'ka gjëra të reja, vetë kryeministri o do prishi shtëpiat në thes, o do blokoj ato burimet e ujit, ore nuk e le këtë popull rehat. Ore për këto kanë që nga 24 që ti popullit për i morin shpirtin. Ore nuk e di se qa po bëhet me këtë popull, nuk e di kjo klasë po, nuk e di se qa mallkimi pasemi pasë e nesi si popull. Që të kemi këto mbedurina me fjallë, këto njerës këto mbedurina të dyra që talën nga mëgjesit dhe në darkët me qytetarët, unë nuk e di. Filloj që nga gjykatat. Kam 5 vjetë që kërkoj një masë siguria, nuk e japin, nuk e kejten janë veprimet qëllimshme. Këta drejtojnë nga Beogradi dhe nga Athina. Këta dun të mërzisi këtë popull që të largohet. Këta dun të bëjë që në sytë e Europia se thot do hymë në Europë. Nuk mund të ish në Europë kështu zotëri. Ti do të injorosh Shqiprinë. Do të thush Europës si kjo nuk bëjt shtetë. Shqiptarët nuk bëjnë do të shtetë. Dhe do të coptosh Shqiprinë. To nuk kanë arë për të rregullu popullin. To kanë arë për të mbush xhepat e tyre dhe për të largu. Për ta shkatruar këtë komp. Kjo është historiku jonë. Pra na ti vem kishtin kokës të gremi si popull, mos heshim, ti shporim këto mbeturinat komunizmit. Këto kisha faleminderit. Ju uroj gëzuar. Pak i revoltuar zotëria ndoshta me të drejtë për problemet që ai ka dhe qytetarët e Shqipërisë kanë, gjithsesi është mëngjes. Thoni një gjë të mirë. Mos u merrni me politikë. Mirëmëngjesi. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Po. Alo? Ju dëgjoj, po ju duhet më dëgjoni mua nëpërmjet telefonit dhe jo nga ekrani. Uleni zërin e televizorit. Kam bërë një pyetje për pensionistat për taksat e makinave, më ke thënë këtë përgjigje nëse ju lutem. Do ma kujtosh edhe një herë, lutem? Ka dalë një shtesë, kanë dhënë media televizive, në Facebook e gjithë që do taksat e pensionistat nuk do paguajnë taks për makinat. Po, ju sqarova më duket di, apo jo? Jo, se do të sqaroj nesër, për ata të mora sot. Okej. Se më keni dhënë në sqarim. Jo, nuk e kam dhënë sqarimin e plot. Për cilët kategori ishtet invaliditeti, apo jo? Se s'po e mbaj mend. A folët për kategorinë e pensionistëve, pa kategori. Pensionist, kur dash pension e mrapa, malli s'ka duhem jena. Pensionist i malli s'ka duhem. E qartë. E qartë. Do pyes, jo, nuk kam pyetur, do pyes edhe
Ndoshta nga fillimi i janarit I bie tashmë. Falënderit, po punë pa krym. Pa kryme është. Ju uroj gëzuar. Gëzuar vitë mbar. Mirë presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesi zotri. Më dëgjon? Unë ju dëgjoj, juve më dëgjoni nga telefoni që të mos ngatroni nëpërmjet ekranit. Uleni zërin e televizorit. Po e vazhdoj atje ku e dajnë për makinat. Po. Për pensionistat që nuk do pagojnë taksën e qarkullimit të kundise qishte ajo, jo për invalidet nuk kanë kohë, kanë vite që nuk e pagojnë, se janë invalid. Po pra. Po kjo që një thënie për të kaluar atë në një situatë kështu, apo ishtë një thënie vërtet. Këtë do të na sqaroni se ja. Kam shumë që janë pensionista kanë vajtra kanë paguar atje. E qartë, ja do interesojmë, në fakt jam duke çuar një mesazh. Po, më thoni. E more vesh të vlerat e Enver Hoxhës, edhe ballisti vlerës e vlerësoj Enver Hoxhën. E djeve? Po. A, kise Enver Hoxhë, gjahaj do të gjëvaru të terpa që në lanë e pa ujtha. Po. Në kohën e Enver Hoxhës, kise të tropiqak. Po, e keni lënë. Janë ta, radio Polca të mëvejnë si që këtë Tironë si, këtë mbarojtë 24, edhe ke juve. Nga juve dhe veke një stacion të këtë pun ka gjithë vitën këta. Këtë pun ka këta. Vjeshator të mëvejnë të mos pun kohën me të vapa qenë. Gjo modi. Mirë parësim. Ju uroj gëzuar. Atëherë, pensionistët nuk do të paguajnë taksën vjetore të makinës. Përjashtohet edhe nga taksa e pronës dhe ulet tatimi mbi të ardhurën për ata pensionistë që punojnë. Gjithsesi, kjo është pjesë e një pakete të re të qeverisë dhe duhet miratohet zyrtarisht në ligjin e zbatimit. Është propozim që ende nuk është miratuar me ligj zyrtarisht, nuk ka kaluar ligji për miratim, pra është hedhur propozimi që pensionistët nuk do të paguajnë taksën vjetore të makinës, kështu që pritet miratimi I saj në mënyrë që të hyjë në fuqi. E morëm edhe përgjigjen, kisha harruar të pyesja. Kështu që besoj që jemi të qartë në pjesën e taksës vjetore për makinën për të gjithë pensionistët. Shkojmë në një tjetër, përpara se të shkoj në një tjetër telefonat, dua që t'ju jap një sugjerim, meqense jemi në datë 30 dhjetor. Nesër është 31, dita e fundit e vitit, sigurisht që dua t'ju jap një sugjerim, quajeni ju pastaj nëse është sugjerim dhe investim I mençur apo jo, por gjithsesi në Sigal Unica Invest, fondi pensionit, besojmë se çdo vendim I vogël që ju mund të merrni sot, nesër dhe në ditët në vijim do të jetë një mënyrë e mirë për të ndërtuar qetësinë e madhe për ju dhe për çdo që investon dhe kontribon 10, 20 apo 100 euro. Është një dhuratë në fakt që çdo kush që kontribon këtë lloj shifre ja bën vetes vet në një premtim që nesër do jemi më të sigurt dhe sigurisht që do jemi edhe më të pavarur dhe të lirë. Le të nisi pse jo viti 2026 duke u kujdesur pak më shumë se çka jemi kujdesur në 2025 për veten tonë dhe ju për veten tuaj. Investoni në fondin e Sigal. 10, 20, 100 euro nuk janë asgjë, po ta mendosh se çfarë ju pret nesër. Mirë, ne presim një tjetër telefonat. Telefonata, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Dua të them pak për vllain tim, e kam të smur me invaliditet me zemër. Po? Edhe I kanë dhënë një vit komisioni raport mjekësor. Po? 3 muaj e kam marrë dhe I kam marrë vajza për të bërë një vizitë në Francë. Ka qua një personin e vet për të marrë pensionin edhe sikur se kishte ja kishin hequr. Tani aja kanë vënë. Nuk e di se si është puna. Jo, ndoshta nuk e kanë vënë se nuk e kanë njohur.
Aja kanë hequr, nuk e di. Më dëgjoj, shkoni interesoni se mos ndoshta nuk ja kanë dhënë personit që ka shkuar për të marrë pension, për arsye sepse nuk e kanë njohur, nuk kanë bërë lidhjen dhe për të mos ia dhënë dikujt që mund të jetë i dyshuar se mund të ketë abuzuar. A ku di unë, janë siguruar për të mos ia dhënë personit. Kështu që interesoni. Duket ja ka lënë me kështu, me letër, nuk e di. 2 javë ka që ka ikur. Ja ka bërë me noter. Po pati mund të më pyes pak të lutem. Unë pyes po Teknësia 4 e ka. Teknësia 4. Teknësia 4 tek Shkolla Bajram Curi. E kuptoj, por më dëgjoj. Është më lehtë me shku te zyra dhe me pyetur aty. Po, ajo ka vajtur personi, po unë jam invaliditetit për vete, jam e smu me paralizë, pra ne s'kam vajtur. Vlajnë se kam aty. Me një pak emër mbi emër, për të personit që do marrë pensionin, në? Po. Dhe të personit që e ka pensionin. Personi që e ka është Agim Kavaja. Agim Kavaja. Po. Kush do ta marrë pensionin e Agimit? Të lutem. Po ma bëre këtë nder. Më dëgjoj pak. Kush do ta marrë pensionin e Agimit? Unë nuk e di se si e kanë emrat ato, se e kanë një personin e gruas vet ato, një që ka ikur. Unë s'lëviz dot se kisha vajzë vet, po s'lëviz dot nga shtëpia. Tek njësia 4. Po, tek njësia 4. Shkolla Bajram Curi. Në rregull. Të marrë përgjigje? Po të pyesim njërë, shpresojmë që të janë në gjendje pune edhe ditën e sotme, kështu që... Kur mund të marrëm ty? Po, nëse arrim të lidhemi, besoj që nesër do ja u them edhe vetë. Në rregull, shumë faleminderit. Nëse nuk arrim të lidhemi, pastaj ngjelet për në janar, 5 janar e mbas. Shumë faleminderit dhe më ju regëzuar, vitë mbar. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Jam interesuar për kempi social të gruas. Është trajtuar për 4 vjet me kemp social. Kaloi në kempin e prorë dhe edhe ata janë ndërprerë. Por nuk ka marrë asnjë vendim. As nga kempi këtu rajonal, as nga kempi e prorë në Tiranë. Si mund të marrë dhe kur mund të marrë vendimit? Edhe një herë, ju po më thoni për bashkëshorten tuaj? Po. Për kemp social? Po. Dhe vendimin që bashkëshortja juaj përfiton kemp social, nuk e keni marrë akoma? Këtë po më thoni? Jo, ju ndërprej në qershor, është trajtuar për 4 vjet, në qershor të këtij viti ju ndërprej. Kaloi në kemp e prorë në Tiranë dhe i thanë që do të marrësh vendimin më datën 20 nëntor. Nuk e ka marrë akoma. Dhe arsyen nuk e ka marrë as nga kempi rajonal këtu, as nga kempi rajonal nga kempi e prorë. Arsye që ju ndërprej? Po, arsyen kërkoj unë. Okej. Duhet të bëni edhe njëherë riaplikimin, pra aplikimin nga e para. Por duhet ta bëni një vit pasi ju është ndërprerë. Që do thotë? Duhet të bëjmë një vit pasi është ndërprerë. Pra në qershor ju duhet të bëni aplikimin nga e para. Faleminderit. Ju uroj ditë të mbar. Mirë, shkojmë në një hapësirë publicitare për të rikthyer pastaj së bashku me telefonatat tuaj në pjesën e 4 dhe të fundit të emisionit Ora Juaj. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e 4 dhe të fundit të emisionit Ora Juaj për ditën e sotme me kismet nesër. Mirëpresim telefonatën e radhës. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, po. Gëzuar Arfesa. Gëzuar edhe juve. Qoftë viti mbar. Gëzuar edhe ati gazetarit. Klodit? Që s'po e shohim. Ka ca ditë nuk e shikoj. Klodi. Klodin ma, ja dje dhe sot se keni pa. Gëzuar dhe juve. Gëzuar edhe nga ana ime.
Kam plakën që merë 20.220 lek. Po, pension. Dhe nuk e përfitoj atë që 50, po mori 100.000. Ma s'ka se edhe dije ju të gjoj, se jam një që të gjoj ditë për ditë. Dhe... Pra, plaka juaj merë 200, thuaj se 20.000 lek pension. Mori 20.200. Po. Dhe nuk përfitoj shpërblimin e fundvitit, thoni? Po. Po jo, përfiton, si se përfiton? Po se përfitoj 100.000 lekshen, mori. Po, pra 100.000 lekshin. I takon dhe 150. Me sa di unë, kush e ka 100, jo, pra, poshtë 200.000 lekshit, merë 150. 200 e lartë, merë 100. Kështu është si regull. Gjithsesi ta verifikoj edhe njerë, po kështu, me sa e mbaj mend që kur u fol. Po, ka raste që marrin mbi 20.200 lekë edhe përfitojnë edhe 150. Se besoj ashtu. E besoj se është realitet, unë që flas. Keni ndonjë të njohur që e ka marrë ashtu? Po, patjetër. Pra, kush merë 200.000 lek e lartë pension, merë 100.000 lek shpërblim. Kush merë poshtë 200.000 lekshit pension, merë 150. Kështu është. Tani se si kanë vepruar, të lutem, unë le pak zërin e televizorit, se si kanë vepruar ndoshta institucionet, e kanë dhënë dhurat për personat që njohin apo jo, unë këtë nuk ditja u them, këtë e dëgjoj nga ju, por që si vendim doli kështu si unë po ju them. Po, ashtu e di si vendim, po. Kështu është, ju uroj gëzuar, zotri. Gëzuar dhe jove dhe stafit tuaja, sidomos Klodit. Faleminderit. Gëzuar, vitë mbar, këndoj edhe Gjeli në anën tjetër, dëgjonim në përmjet telefonit të zotris. Mirëmëngjes, telefonata e radhës. Telefononi në 2 numrat e telefonit që janë shfaqur në ekranin tuaj, në 068 60 54 639. Mirëpresim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Nadia mirë. Nadia mirë, Shkodra. Shkodra po shqetësën, po shumë mirë. Po Shkodra. Më të lumtun gjithmonë inshallah. Faleminderit, gëzuar vitë mbar. Dhe 20 rini vetit. Kanë pa thënë pleshton, po që më pëlqen shumë kjo, Nadia mirë. Nota ka vesh, dita ka sët, na bëjmë protesta notën me fjetë në për atë në për lugjet Tiranës. Se si bëjnë ditën. A shë si ka braktisë rinia, ha u morë shkatë kese në të vëzotjat kese që orë të rinia orë të unë. Me i braktisë ta maj motër, ju gazetarët dhe gjithë kush do të me i braktisë ta se ka 35 vjetë veç me trasti ka në bojë smet popli shqiptarë. E qartë zotri, ju telefonuat edhe dje, unë ju falenderoj shumë që telefononi çdo ditë, jeni të më pritur telefononi. Dhe sigurisht që ju urojmë gëzuar vitë mbar, qoftë një vit sa më i mbar, 2026, nuk e di se si ka qenë 2025 për ju, por gjithsesi 2026 qoftë më i mirë se sa ky që po lëm pas. Mirëmëngjesi, telefonata e radhës. Alo. Mirëmëngjes, po. Uleni zërin e televizorit, ju lutem, sepse Përshëndetje. Ule zërin e televizorit. Alo. Po të më dëgjoni nga telefoni, e keni më të lehtë më dëgjoni. Po të më dëgjoni nga ekrani. Mirëmëngjes. Jam Lili. Atëherë ju uroj gëzuar vitin e ri. Gëzuar, vit të mbar edhe për ju. Dhe se të them vetëm diçka. Më thoni. Që të përfitosh atë 18.000 lekë, sa vite pun do të kesh? Edhe një herë të lutem? Vitet e plota që të përfitosh 18.000 lekë. Flas nga Tirana. Po ka pension të mesëm. Dhe ka pension? Jo, sa vite duen që i thënë kam latën që i thot ky kryeministri. Për shtesën që ju bëhet tani?
Ki bëhet në janar, në vitrinë fjalë, në 2006. Po flisni për shtesën që bëhet në fillim të janarit për pensionistët. Po desha me ditë vllai, më fal, të duroj jashtë. Por edhe unë duhet të bëj llogarinë se sa vite duhem për të marrë atë 18.000 lekëshin që ju thoni. Kështu që nuk e kam një llogari. Një person i shkëlqyer, sa vite duen edhe kam respekt Sonila Musaj, dakord? Po, e përshëndesim Sonilën, unë jam Lili, do bëjmë një llogari se sa vite duen për të marrë 18.000 lekëshin. Faleminderit. Nuk e kemi bërë ende atë llogarinë, është Instituti i Sigurimeve Shoqërore ai që e bën, gjithsesi do pyesim, do interesohemi se si funksionon. Jo, nuk ma ku tani. Nuk e di. Nuk ta them dot tani. Po se që të kesh vitet e plota, nuk e din. Faleminderit. Ju uroj gëzuar. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zonjë. Jam një zonjë në Skadeci. Po? Këto ajo që le 5 vjeçë që na kanë thënë jam invalide. Unë edhe si kemi marrë akoma. Kur do t'i marrim kur kaloj viti i ri? Po duhet jam bërë gati për shpërndarje në për zyrat për kance, nuk e di tani se si... Po që jam bërë gati, ne kemi vajtë 2-3 herë, ka thonë që si ka dhenë akoma ato 105 vjeqet, pensionistët i morën e invalidët jo. Po sepse për pensionistët u shpërnda dhe u miratuar që në nëntor, kështu që... Për invalidët u miratua vetëm një javë më përpara, pra diku nga data 22. Dha një kest edhe të tjera s'po japin, si është jo? Tani vetëm nuk të dëgjova këtë të fundit. Lekët e naftës. Po. Dha një kest vetëm 150.000 lekë, në të tjerat jo, vend gjithmonë atje në dha numrin e bankës atje, shikojmë, kontrollojmë s'na i kanë hedhur. Çfarë ju kanë thënë? S'kan hedhur, s'kan paruar akoma të parët, thonë, të dytës djetë kur marrin apo s'marrin nuk dihet, thonë. Po me radhë se do i merrni. Si? Me radhë, thëmë, do i merrni, ndoshta vënojmë pak, por do i merrni. Po ku me radhë, më të keqe, ne tani që i donim qik lekët, as kombisimi atyre, as këto të invalidve. Po të mendonin a gjatë, nuk do ishit ju duke telefonuar këtu, prandaj them, merrni me qetësi sepse do vi radha dhe do i shpërndajnë, do i merrni. Po, këto të pensionive ka poshin bas viti 3 do të ham, ne po të ham tani, viti i ri nesër. U kujtuan pak vonë për të miratuar, u kujtuan më 22 viti i ri për vitin e tyre do ta bëni ata? Do ta bëni sigurisht, ju uroj gëzuar. Neve jo, ne s'do bëjmë, që se nëse i ka dhënë akoma. Keni shumë të drejtë, ju uroj gëzuar realisht, por që kështu ndodhen gjërat. Vitë mbar. Ditë mbar dhe ju, miru pash. Ka të drejtë zonë jam kur thotë që nëse se marrim tani kur të mora prapë dhe mos ma ki për bezdit. Jo, absolutisht. A pyete Klodin për atë rastin tem të 40% që të tërmetit? Po, e pyeta. Po, faleminderit. Dhe Klodi më ka thënë këtë. Urdhro? Të lexoj pikërisht mesazhin që më ka thënë Klodi. Nuk të dërgjosh. Do t'i merrni me fondin e radhës. Kur do t'i marrim? Me fondin e radhës. Pra kur të miratohet fondi i radhës, atëherë do t'a merrni dhe juve 40% që ende nuk e keni marrë. Po kur mund të... Por tashi kjo është çështje që nuk e di, jo, më fal për bezdisjen. Jo, absolutisht nuk më bezdisni fare, vetëm se nuk jam unë në parashikimet se kur e miraton fondin qeveria për... se ka marrë vendimin qeveria. Po. Pra duhet marrë me fondin e radhës, se kur jepet fondi i radhës dhe se kur shpërndahet në zyrat për kace, pastaj nuk di t'ja u them, do mbetet për të parë në fillim të vitit 2026. Faleminderit. Ju uroj gëzuar viti. Vitë mbar. Kështu që mos u shqetësoni, do ta merrni për ta marrë, por do ta merrni me fondin e radhës kur të akordohet dhe kur të shpërndahet për të gjithë të prekurit nga tërmeti. Mirë, mi presim një tjetër telefonat, ndoshta mund të jetë telefonata e fundit. Mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes, uleni zërin e televizorit që të më dëgjoni nga telefoni, sepse nuk do arrini dot të më dëgjoni dhe do ngatarrohemi. Nuk do arrim do të komunikojmë së bashku. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Dëgjoj, Klodi, desha
Po, Klodi, po. Sonila, se thash Klodi. S'ka problem, Lilia. Do e gjesh një ditë. Desha të them në lidhje para 2 bisedash që doli njëra nga lidhje me atë shtesën e muajit janar. Ajo është shumë e qartë, domethënë, ata që kanë pension të plot, 38 vjet, që e kanë marrin të plot pensionin, marrin 18.000. Kur ata më ashtu, të tjerët me gjysmë pensionin marrin më pak. Dhe kjo është diferenca. Po pra, marrin më pak se 18.000 pra. 18.000 marrin ata që nuk kanë pension të plot që kanë bërë pension. E qartë. Ja ata që i din mirë sepse i bëjnë llogaritë shumë mirë. Faleminderit. Nuk ka llogaritë, ja kjo është. Se e ka dhënë me fasho ai. E ka bëvën me fasho. Ju falenderoj. Desha të sqaroj atë që tha ai sa kam unë pension sa më det, marr 18.000 jo. E kështu, nëse ka një pension të plot urban. Po sepse edhe gëzojnë nuk kanë faj. 18.000 thonë kemi është okay për ne, ndoshta heqin kafet e muajit. Po. Ju falenderoj. Ditë në mirë. Gëzuar, vitë mbar. Gëzuar. Mirë, nuk e di nëse kemi kohë për një tjetër telefonat. E kemi edhe një telefonat përpara se ta mbyllim këtë emision së bashku për ditën e sotme. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, uleni zërin e televizorit, ju lutem, dhe më dëgjoni nga telefoni kur merrni në telefon. Po bëni muhabet. Mirëmëngjes. Po jeni në linjë, mund të flisni, ju lutem, po mos më dëgjoni nga ekrani. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, më thoni. Përshëndetje. Ju përshëndes edhe unë. Unë kam një problem që do të sugjeroj ju, mund të vizitoni me Klodin. Ma thoni vetëm shpejt sepse jemi në minutat e fundit. Po. Unë jam një sëmur kronik. Po. Jemi me hepatit B. Po. Rregullat janë që një në 6 muaj apo një në vit, ne duhetemi në Tiranë që ta konfirmojmë marrjen e ilaçit që bën 5.000 lekë të vjetra. E qartë, po. Tani, specialistët në Vlorë, së unë jam ka Vlora, japin ilaçe që bëjnë 50.000 lekë e 60.000 lekë. Po. Tani, për një ilaç 5.000 lekë, duhet të algjosh 100.000 lekë të bënë sa analiza ndë këtëja, duhet dhe Tiranë. Nuk mundet që këtë të drejta këtë specialisti Vlorës, se e njëti specialist vetë, që në Tiranë e Vlorë. Keni të drejtë sepse është një mundim, por që me sa di unë, kështu është rregulli. Gjithsesi do pyesim, do interesohemi dhe ndoshta ju kthem një përgjigje nga fillimi i janarit, nëse ka ndoshta deg të përafërta që ju mund të mos vini në Tiranë dhe të bëni tek specialisti për kancer. Jo ju vetëm, por kategori të caktuara si puna juaj. Ju falenderoj, ju uroj gëzuar, jemi në minutat e fundit, nuk mund të mbaja më gjatë telefonatën tuaj. Faleminderit edhe një herë, ju uroj ditë mbar dhe gëzuar. Gëzuar edhe të gjithë shikuesve të Ora News, ne do të rishihemi sërish nesër në orën 7.